Filloi rindërtimi i sallës universale, e cila duhet të jetë gati deri në fund të vitit 2027. Do të kushtojë rreth 20 milion euro dhe do të ruaj pamjen autentike. Ajo duhet të jetë pjesë e shkupi kryeqyteti evropian i kulturës në vitin 2028. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov thotë se janë kapërcyer të gjitha pengesat juridike dhe administrative nga e kaluara për shkak të menaxhimit të ndarë ndërmjet qytetit të Shkupit dhe Ministrisë së Kulturës. Во овој момент Министерството за култура и туризам преку владата е инвеститор на универзална сала по принципот клучна рака, бидејќи како што знаете во минатото беше поделена во 3 фази. Сега е по принципот на клучна рака, сумата е околу 20 милиони евра обезбедени од владата преку Министерство за култура и како што реков ќе биде готова до крајот на 27 година и конечно Скопјани ќе имаат повторно еден spomen кој што го имале. Salla do të rindërtohet mbi të njëjtën konstruksion çeliku, pasi eksaminimet dhe ekspertiza kanë treguar se kupola nuk është dëmtuar nga zjarri. Ljutkov njoftoi se projekti parashikon ndryshime në hyrjen e sallës universale në teknologjinë skenike dhe hidraulikën, si dhe izolim të ri akustik të kupolës, pasi siç tha ndodhet ndërmjet objekteve banesore dhe është shumë e rëndësishme të ketë izolim të mirë akustik. Бидејќи ова активност и реализацијата на овој проект го прави владата преку Министерството за култура, ние како Скопје на крајот ќе треба да го превземеме објектот, да не биде предаден, но стоиме логистички на располагање за сето она што треба следствено да помогнеме во текот на реализацијата на овој грандиозен проект, би рекол, за градот Скопје. Ndryshe, salla universale filloi të rindërtohej në fund të mandatit të ish-kryetarit të Shkupit Petre Shilegov në mes të vitit 2021. Me ardhjen e ish-kryetares Daniela Arsovska, punimet u ndalën për rreth 2 vite. Me vendim të qeverisë, ndërsa ministre e kulturës ishte Konstantinovska Stojçevska, ministria mori sallën nga qyteti i Shkupit. Rindërtimi vazhdoi, por u ndal nga zjarri që shpërtheu në prill të vitit 2024.